Mbi 670 aplikues kanë shprehur interes për të përfshirë në paketën e maleve të Bashkisë së Shkodrës, një iniciativë që synon të nxjisë investimet dhe të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm në zonat malore. Ka një interes të lartë në aplikime, janë afërsisht 670 aplikues për paketin e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër. Janë miratuar me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit. Sipas Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Shkodër, zona që ka tërhequr më shumë aplikime është Theth Ndërlysaj me 274 të tilla. Ku konkretisht janë Theth Ndërlysa 274 aplikues dhe Raga Msheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër, nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq, dhe të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin, bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë. Sipas Bashkisë së Shkodrës, paketa e maleve do krijojë mundësi konkrete për investime, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcimin e qëndrueshmërisë së zonave prioritare. Duke marrë parasysh potencialin e lartë zhvillimor dhe interesin e shprehur dhe në zona të tjera, është dërguar kërkesë për shpalljen si zona prioritare dhe për fshatra të njësive administrative, Shal, Pult, Shosh dhe Postrib.